Pra nuk janë asnjëri që janë as strateg as ushtarak, janë të dy të fushës së biznesit. Pra dy biznesmen janë ulur dhe po bëjnë planin e paqes Rusi-Ukrainë. Në një farë mënyrë këta që nga koncepti, nga çfarë përfaqësojnë, këta kuptojnë këtë si një biznes dhe jo si një gjeopolitik. Pikërisht për planin do të pyesja sa e logjikshme është një plan i tillë, i cili është shumë i rëndësishëm, pasi ndoshta është baza për një paqe të përhershme apo thjesht një armpushim të bëhet në zyrat e shtëpisë së bardhë, u fol edhe për një planifikim sekret i disa prej pikave pikërisht me pjesëtar apo antar të besuar të enturazhit të presidentit rus Vladimir Putin, siç ishte edhe Dimitrev, pa përfshirjen e Ukrainës në të, pa përfshirjen e aleatëve europian. Kjo është me sa duket presidenti Trump u ndikua nga ankesat e vazhdueshme të presidentit Putin që është Europa ajo që po e pengon paqen. Pra në një farë mënyrë e etiketoj Europën si luftë nxitse, jo si paqebërse. Faktikisht Europa nuk është luftë nxitse, Europa mbron interesat e veta në këtë rast, duke mbrojtur Ukrainën mbron edhe interesat e veta. Po me sa duket stafi i Trumpit nuk e pa të arsyeshme ta megjithatë do duhet edhe një miratim europian në këtë rast, sepse një nga pikat është dhënia garancive të sigurisë. Dhe këto garanci sigurie do të jepen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në bashkëpunim me vendet europiane. Aty po ta shohësh ato pikat ka një pikë që thot garanci sigurie për Ukrainën dhe Europën. Pra në farë mënyrë presidenti Trump me këtë plan i rreshton në një blok. I rreshton në një blok, po përpiqet të bëjë që unë po mendoj edhe për sigurinë e juaj, domethënë si Europë. Kështu që në një farë mënyrë për t'i bërë europianët më pak agresiv dhe më shumë mbështetës për këtë plan. Do t'jetë plani është 28 pikësh, nuk është se ka dalë, domethënë askush nuk, paktën asnjë media nuk ka dhënë të plot po draftin, por kanë zbardhur disa pika dhe aludohet që të jenë dhe këto. Është interesante një pikë që ashtu duket sikur më shumë garanci sigurie po jepen Rusisë nga Ukraina se Ukrainës nga Rusia. Cilat janë garancisë sigurisë që po jepen Rusisë nga Ukraina. E para duke ia shkurtuar gjysmën e ushtrisë nga 800.000 në rreth 400.000 forca, duke mos lejuar përdorimin e armëve me rrezet gjatë veprimi, këtu bëhet fjalë për sidomos për raketat dhe armatimin tjetër të rënd, dhe gjithashtu synimi këtu është që lëshimet territoriale, përveç lëshimeve territoriale, ajo nuk diskutohet. Aty ka një moment që mund ta lehtësoj pak Ukrainën, vendimarrjen ukrainase, që thotë që zonat që do t'i kthehen, pra ai 12%, se 12% të territoreve që nuk i ka marrë akoma, pra të këtyre katër qarqeve, 12% të territoreve që ai pretendon t'i marrë, pra t'ia jap Ukraina sepse nuk po i merr dot, edhe ato territorë që ka marrë me një humbje jashtëzakonisht të mëdha. Këto territore në projekt janë që të mbeten zona neutrale, pra të jenë si zonat verdha që mos ketë të demilitarizuar si zona. Që të jetë një tokë e askujt. Tokë e askujt, por që edhe kjo duket sikur është një farë lehtësim, domethënë unë nuk po i dorëzoj territoret, po këto territore nuk do jenë për asnjëherë në palë. Nuk jetë asnjëherë. Nga ana tjetër, aty ka pikat veçanta që unë kam arritur të nxjerr disa edhe nga duke u lënduar nëpër agjenci të ndryshme këto që për gjuhën ruse, pra që bëhet gjuhë zyrtare në disa rajone. Aty flitet përsëri që duhet kërkoj shumë gjëra, është si puna, e kemi përdorur dikush një shprehje është si puna e djathtë zvicerian që më shumë ka vrima se djathtë, dhe kjo marrëveshje ka shumë gjëra që janë enigmatike, janë ndonë vetëm si teza. Do kërkojnë shumë gjëra për të sqaruar. Një nga këto është që flitej për statusin e këtyre tash. Ka qenë një ide fillimisht fare në prag të konfliktit që këto zona, këto 4 zona të kenë një status të veçantë, pra të kenë autonomi, ose pra mirë, po ai kjo nuk kishte shpjegim aty, por kjo do mbetet është një pyetje e madhe, sepse ai ka bërë pjesë të Federatës Ruse. Këto të 4, kjo që bën, kjo kthen Putinin, i cili do të folur është në vështirësi të madhe. Nisi një luftë që ja përmend Trumpi për 2 javë dhe vajti 4 vjet. Ai tashmë me këtë plan po përpiqet ta quajë një fitore strategjike. Pak a shumë ato po kërkon ato që kërkoj ai po i arrin,
po e arrin edhe me mbështetjen e këtij plani,